Luciano Boçi. Faleminderit kryetarës pari. Nacionalizmi dhe e vërteta nuk mund të transmetohen në avujt e entuziazmit profan politik, sepse ose të gjërave tjera, po them entuziazmi profan politik, sepse e vërteta është krejt ndryshe. Pastaj unë marrë të mirë qenë atë që tha Ministri Bujqësisë që qeveria shqiptare financon 50 milion euro për bujqësinë në Shqipëri. Po sa financojnë vendet fqinje? Malizi 75 milion euro. U tha, Kosova 102 milion euro, Maqedonia Veriut 102 milion euro, po Serbia 1 miliard euro. Ja pra ku është Shqipëria dhe këta na bëjnë krahasime pastaj me Bashkimin Evropian. Kjo ishte çështja e parë për të transmetuar ca të vërteta. Çështja tjetër ka të bëjë me kërkesën tuaj vazhdueshme për ndryshuar rregulloren dhe për t'i hequr drejtën e fjalëve deputetëve për një çështje të caktuar brenda rendit ditës nga 10 minuta në 5 minuta dhe i referoheni kësajt Bundestagut, se thash na duket ndonjëherë vetja si në parlament gjerman. Bundestagu, i nderuar kryetar, ka 630 deputet dhe nuk mund të flasin 10 minuta. I referoheni Parlamentit Evropian, ka 720 deputet Parlamenti Evropian dhe shkojnë mbi 100 orë debatet atje dhe ka një arsye të kohës fizike. Parlamenti shqiptar 140 deputet kanë, nëse flasin 10 minuta 23 orë është maksimumi. Flasin vetëm një përqindje 12 orë, po është normal më që parlamenti punoj 12 orë dhe t'i japi drejtën e fjalës deputetëve. Por nuk është kjo thelbi që thjesht e referoni, e keni në atë genin tuaj, se fatkeqësisht edhe në 46-ën, atëherë kur u bë rregullorja e parlamentit nga Enver Hoxha, deputetëve nuk ju la 10 minuta, 20 minuta është lënë dhe është quajtur pretencë kundër deputetëve të opozitës atëherë. Dhe në 58-ën e kalua 10 minuta, në 90-ën ishte 15 minuta, sepse erdhi demokracia, dhe ishit ju në 2004-ën që e bët 10 minuta, dhe tani kërkoni ta kufizoni fjalën e deputetëve në 5 minuta. Kjo është pretencë ndaj deputetëve të opozitës dhe është krejtësisht e papranueshme dhe ai propozim duhet të riqet. Boll na bët gjerman, europian, me gjëra që nuk na bëjnë as gjerman dhe as europian. Janë gjëra tjera që na bëjnë europian dhe gjerman. Faleminderit. Faleminderit zoti Boçi, meqense i vlen edhe deputetëve të tjerë. Fjala juaj ishte për dy çështje shumë të rëndësishme natyrisht, për bujqësinë dhe për çështjen e rregullores, procesi i cili ka filluar ditën e djeshme në këshillin e rregullores, mandatet dhe imunitetit. Pra, asgjë për rendin e ditës, për votimin, për çështjet e sotme, pra për procedurën. Tani, nëse unë do t'ju ndërprisja fjalën, ju do të thoshit, po i ndërpritet fjala një deputetit të Kuvendit të Shqipërisë për më tepër një deputetit të opozitës. Nëse unë nuk ju ndërpres fjalën, po ta shikoni listën, vetëm shtohet. Aktualisht janë rreth 11 ose 12 të regjistruar procedurë, por në fakt do bëjmë fjalimin e tyre politik. Nëse ju mendoni që ky parlament duhet të funksionojë në këtë mënyrë, pra flasim në emër të rregullores, ndërkohë shfrytëzojmë një hapësirë dhe vetëm e shkelim atë dhe e mbajmë në një perpetuum parlamentin me diskutime shumë të drejta, naturisht, por nuk janë të rendit ditës. Ju mund ta mendoni këtë, ndërkohë unë kam detyrimin që të menaxhoj seancën me sukses deri në fund. Pra ta çoj drejt shqyrtimit, diskutimit, hapësirës të çdo deputeti që po pret tani të vi radha për të diskutuar. Por radha nuk vjen asnjëherë. Nëse vazhdojmë e mbajmë për procedurë, kam edhe 11-12, si të thash, regjistrime të tjera. Zoti Hoxha ka kërkuar fjalën, ministri i jashtëm. Po s'të pyeta fare, nuk ishte çështje përgjigje. Nuk ishte çështje pyetje, thjesht ju thash që nuk respektuat procedurën. Urdhro, vazhdo. Replik. Më pas zoti tani, ministri. Po, është e vërtet se po të pohoj për mbajtjen e fjalës sime.
Por fjala ime dhe përmbajtja fjalës ime janë mandati im, zoti Peleshi, dhe mandati i deputetëve. Nuk më gjykon as ti dhe as kush tjetër, sepse unë mbaj përgjegjësi për atë mandat dhe fjalën time jo para teje, para atyre që më kanë zgjedhur. Dhe jo, atë rolin shumë mirë ke, por performoje mirë. Je thjesht moderator, nuk je censor. Nuk je censor, gjykosh fjalën e deputetëve. Po e marrin për procedurë, se ju doni me apre fjalën deputetëve të opozitës. I ishni dhe mocionet e debatit, i ishni dhe komisionet e timore, po normal deputeti do e gjej hapësirën për ta bërë një gjë tillë. Edhe në momentin që do miratoni atë 5 minutin, mos mendoni që s'ka procedura parlamentare të bëra nga parlamentet më të njohura të botës, që opozita tregoj rolin dhe forcën e vetë. Ka dhe procedura tjera, dhe ne do i shfrytëzojmë, sepse ju çfarë bëni, sa herë del një problem që opozita merr fjalën, ju i mbyllni portën dhe merrni vendime. Se e keni sjellë të ndryshimin e rregullores, sa herë ju ka dash qefi, ju del problemi pse flet opozita dhe sillni ndryshimin rregullore ju. Pse më çau bë parlamenti, e keni në xhep ju parlamenti është i shqiptarëve, nuk është i juaj. Se është turp kjo mënyra se si gjykoni fjalët tona. Po, nëse ofendoj, nëse shaj, ju mund të reagoni. Por për mbajtjen e fjalës time, jo më e kam vetëm përgjegjësinë. Faleminderit. Ju mund ta keni përgjegjësi, po kur shkelni rregulloren, kur e merrni fjalën për procedurë dhe nuk flisni procedurë, natyrisht do t'ju ndërpritet fjala. Faleminderit. Zoti Hoxha. Shumë faleminderit kryetar, dhe vetëm një minutë, ndoshta edhe më pak për një sqarim, sepse nuk do doja kurrësi të merrej si mungesë respekti për deputetën apo rolin kyç që ka kuvendi në procesin e antarësimit të vendit në BE, por edhe pse shumë çështje që u ngritën këtu nuk janë domosdoshmërisht në përgjegjësinë e ministrisë që drejtoj. Ajo që kam dëshirë të them është që çdo diskutim këtu për antarësimin e Shqipërisë, këtu e kudo, është absolutisht i mirëpritur, me interes dhe shpresoj i shëndetshëm, pavarësisht këndvështrimeve e qasjeve të ndryshme. Jam dakord me nevojën për më shumë komunikim në kuadër të gjithë asaj që ne quajmë transparencë dhe të bashkëangazhimit, sepse jemi të angazhuar dhe siç e keni vënë re, disa nga kolegët e qeverisë janë të angazhuar në një proces kombëtar i cili do vazhdojë në mënyrë që të flasim në mënyrë të pandërprerë për integrimin, për vlerat, për punën që po bëjmë, për kontributin e gjithkujt. Dhe jam totalisht dakord që në këtë proces jemi të gjithë bashkë, të bashkë për të ndërtuar, sepse askush nuk është as i përjashtuar, as i tepërt, sepse në BE antarësohet Shqipëria dhe gjithë shqiptarët. Faleminderit. Zoti Eno Bozdo. Faleminderit zoti kryetar, duhet nga edhe unë një çështje e cila ka lidhje besoj unë me kuvendin dhe mbi të gjitha me atë ligj që u miratua në seancën e kaluar nga ky kuvend edhe me kundërshtinë e fortë të opozitës që kishte lidhje me portet turistike. Ju keni qenë dëshmitar, thirrja unanime nga deputetët e opozitës, nga ata që morën fjalën, po dhe qëndrimi i deputetëve të opozitës në komisionet parlamentare ka qenë që ky ligj jo vetëm që nuk duhet miratohet, por duhet të kthehet mbrapsht, sepse është në shkelje të ligjit shqiptar dhe direktivave kryesore për konkurrueshmërinë të Bashkimit Evropian. Dhe e pat besoj edhe reagimin e dieshëm shumë të ashpër të Bashkimit Evropian, i cili praktikisht me një fjalë tjetër, por në thelb i nxori 100% të vërteta të gjitha qëndrimet e opozitës. Pra, Bashkimi Evropian e rrëzoi ligjin që ju miratuat me të njëjtat argumenta që opozita dhe deputetët e opozitës e kishin rrëzuar dhe i kishin bërë thirrje këtij kuvendit mos ta kalonin. Për më tepër, Bashkimi Evropian ju referua dhe ligjit për investitorë strategjik.